Atëherë, meqense jemi disa orë përpara Prime-it sot, hajde diskutojmë diçka shumë interesante që formati Big Brother zakonisht i nxjerr të palarat në shesh. Pra edhe kur gënjen, po edhe kur thot vërtetën, ti nxjerr të gjitha në shesh. Para dhe mbrapa Big Brotherit. Shikojeni pak këtë moment. Opa. Që kam mbush një Shqipëri duke i thënë ajo është e ftuara më me kualitet që unë kam pas studion time. Pra Egli pretendon aty brenda që Rozana, kur e ka patur të ftuar tek emisioni i saj, pas ka thënë që Egli është e ftuara më me kualitet. Pra e tregon këtë Egli për të treguar që Rozana nuk është koherente, pra që një herë thot ka pas kualitet, sot thot që s'kam kualitet. Pra për të nxjerrë Rozanën jo koherente, për qitë Rozanën keq. Por e vërteta është krejt ndryshe. Shikojeni pak. Arritur shëllimet. Kjo është vetëm një nisje e një jetë tënde të bukur, e një karriere, edhe një dielli që uroj të të mos perëndoj kurrë. Thot, dëgjoni pak Gëzuar e Eglin. dashur, Gëzuar për intervistën më të bukur që mua më është bërë ndonjëherë dhe që jam e sigurt që do jetë intervista më e bukur që më është bërë ever. Ever. Jo E pas edhe ka më thonë parë, vetë. Po edhe çfarë do vi më mbrapa. Edhe është çfarë do vi e më paritshme. mbrapa. të falenderoj. Edhe të falenderoj unë ty. Do ta mbaj mend gjithmonë, do jetë një nga kujtimet e mia më të bukura, ta them nga zemra. Me pak fjalë, e vërteta e kësaj interviste pas ka qenë krejt tjetër. Pas ka qenë vetë Egli që pas ka pranuar që është intervista më e bukur e jetës saj dhe ever. Madje thot, do jetë intervista më e bukur dhe para dhe pas kësaj. Për gjitha intervistat. Pra është vetë Egli që e pas ka thënë. Nuk ja pas ka thënë Rozana. Çfarë gënjeshtër mor miq. Tani, se kur do mi hap gropën tjetrit, tjetri bën pallat. Se nuk ka ndryshuar shpreha. Kur i hap gropën tjetrit nuk është se bie vet, po kur i hap gropën tjetrit, tjetri bën pallat. Tani Egli ka dy gjëra, ose nuk mban mend, dhe kjo është një gjë, është problem, që ose s'mban mend, ose bën sikur s'mban mend dhe gënjen, edhe kjo është problem. Por gënjeshtrat në Big Brother dalin, herët avon dalin. Ciao.